محبة والهنا وطني أتذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ndeshëm besimtar, falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Në shpjegimin e çështjeve që vijnë para ditës së Kiametit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndër të tjera ka lajmëruar se do të ketë një kohë senawatun khadda'at, do të jenë vite të mjegullta, në të cilat vite çështjet janë jo shumë të qarta përveç për ata të cilët e japin kontributin e tyre maksimal dhe janë të sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo paqartësi ka shkaqe të veta, për shkaqeve kryesore, thot Allahu subhanahu wa taala: alam tara anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina ta'uzuhum azza. A nuk e shefti o Muhammed, a nuk e shefni edhe o musliman se ne thot Allah subhanahu wa taala i dërgojmë shejtanët tek pabesimtarët, ta'uzuhum azza, të cilët u japin atyre udhëzime për çështje të këqija. Në ajetin tjetër thot Allah subhanahu wa taala: wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim zukhrufal qawli ghurura. Dhe vërtet shejtanët i inspirojnë miqtë e tyre me fjalë të kota dhe me besime të pasakta. Dhe kjo është pika kryesore me të cilën shejtanët prej njerëzve dhe gjinëve mundohen me i deviju ata të cilët janë në rrugën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse e kundërta e tyre është rruga e muslimanëve, për të cilën Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka folur nga mendja e vet, por gjithçka që ka folur ka qenë inspirim, shpallje prej Allahu subhanahu wa taala. Inna anzalna ilayka al-kitab, kurse sa i përket Kur'anit, i thot Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ne ta kemi zbritën ty e librin. Atëherë janë dy burime të cilat udhëzojnë. Burimi që ka prua Allahu subhanahu wa taala dhe është libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin mundohen me përhap muslimanët. Muslimanët mundohen me përhap fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që sa më shumë njerëzve të u shkon në veshët e tyre edhe në mendjet e tyre argumenti i saktë
Dhe atë argument ta besojnë e ta pasojnë dhe nëpërmjet asaj të hyjnë në xhenet. Kjo është qëllimi i gjithë secilit prej besimtarëve që thirrën në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ajo në të cilën thrasin është shpallje prej Allahut subhanahu wa taala dhe fjalë që ka folur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu shpallje prej Allahut. Edhe pala tjetër e ka shpalljen e vet, por e ka shpalljen prej shejtanëve. Inna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirin. Thot Allahu subhanahu wa taala, unë i dërgoj shejtanët të mosbesimtarët, të uzza, të cilët u thonë atyre për me punu atë që është keq. Wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim. Shejtanët, thot Allahu subhanahu wa taala, i inspirojnë miqtë e tyre për njerëzve. Zukhruf al-qawli ghurura. Fjalë të kota të cilat çojnë devijim, dhe ata fjalët e kota të tyre, besimet e kota të tyre, devijimet e tyre të kota i përhapën me mesin e tyre edhe i përhapën mes e muslimanëve. Ata dëshirojnë që e kota atyre të mrinë në veshët e besimtarëve dhe mendjet e tyre, sikur që ne dëshirojmë që e vërteta e Kur'anit dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shkojnë në veshët e tyre. Por ata të dy palët i kanë pas sukseset e veta. Edhe ata të cilët janë besimtarë kanë arrit me transmetuar drejt fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilës janë udhëzuar njerëz të shumtë. Por edhe pala e shejtanit e ka arrit suksesin e vet, nga se devijimet e veta i kanë përhap tek njerëzit dhe kanë marrë atë që kanë dëshiruar me marrë. Kurse të gjithë kemi me dalë para Allah subhanahu wa taala dhe kemi me dhënë llogari për aftësinë mendore që kemi pas edhe mundësinë për me i verifikua argumentet. Kërkush nuk arsyetuar te Allah subhanahu wa taala nëse ka pas mendjen e shëndosh edhe ka pas qasjen e argumente, pse nuk i ka analizuar argumentet mirë dhe me pas si të lejë me vinë nga shpallja prej Allahut dhe si të lejë me vinë nga shpallja prej shejtanit. Ka mundësi me pyet dikush pse Allah subhanahu wa taala me i dërgua shejtanët edhe me përhap këto devijime. Përgjigjja është e thjeshtë në Kur'an, wala nabluwannakum, ne do t'ju sprovojmë juve. Për sprovave që Allah subhanahu wa taala ka thënë robërve të vet, janë dy lloj thirrje, thirrja për në të drejtë dhe thirrja për në të shtrenjtë. Kurse njerëzve u kalon mendjen e shëndosh edhe aftësinë e tyre për me gjyku, duke i porosit ata që esni sipas udhëzimit të drejtë. Dhe secili ka me marrë përgjegjësinë dhe llogarinë dhe dënimin e së shpërblimin të Allah subhanahu wa taala në bazë të vendimeve që ka marrë vetë për vete. Dhe secili ka me dhënë llogari personal të Allah, kërkush nuk jep llogari për kërkon. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, kërkush nuk i bën përgjegjësitë e huaja, por secili para Allah subhanahu wa taala ka me i bën përgjegjësitë e veta. Edhe duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtanët i kanë përhapur idetë e tyre të devijuara dhe idetë e tyre kanë depërtuar te sahabët. Në luftën e Uhudit është përhap lajmi se kanë vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ku përhap lajmi? Te sahabët. Kush e ka pru lajmin? Sahabët se kanë pru. Dhe kjo çështje është shumë e rëndësishme e kuptu dhe me analizu mirë. Në betejën e Uhudit është përhap lajmi se u vrarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lajmi u përhap në sahabëve. Kush e ka përhap lajmin? Sahabët kanë besuar në pjesë me tyre. Qysh kanë besuar, kush ka pru këtë lajm? Ata të cilët e kanë besuar lajmin, normal që kanë qenë prej sahabëve për të cilët Allah subhanahu wa taala ka thënë radhiyallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allah subhanahu wa taala. Por me besuar këtë lajm ka qenë gabim. Dhe ata janë nga mërzia dhe dëshpërimi që ka vdekë i dërguari i Allah subhanahu wa taala, derisa kanë ardhur sahabët të tjerë me kujdes më të madh se sa këta. Kanë thonë shka jeni nalë kështu.
Kanë thonë për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vro. Atëherë nëse ai ka vdekë, çka po vjen juve me nejt më? Përgjigje atyre që janë saktë. Në betejën e Khajberit, një prej sahabëve me një tregim të veçantë dhe shumë interesant është nis me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe duke dashur me realizuar idenë e vet për me deportuar të armisht e Allah subhanahu wa taala, e ka bën një gabim. E ka bën një gabim praktik. Duke u ngrit murit përpjet, ka ra në shtizën e vet ose në shpatën e vet dhe u mbyt. Disa prej sahabëve kanë thënë i humbi shpërblimin dynjor dhe në ahiret për shkak se ka bërë vetvrasje. Kur ka shkuar lajmi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë këta po rren. Dhe mos habitet kërkush nga shpërsia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sahabët. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërguar i Allahut, kurse sahabët njerëzit më të mirë si përfaqësues të tokës. Por kur është në çështje me e sqaruar atë që është e vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ata kanë rrejt. Por të nuk duhet me habit kërkush ma shpërsinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por duhet me pa gabimin dhe dëmin që vjen nga gabimi. Nuk duhet me habit kërkush me reagimin e ashpër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por duhet me analizuar mos me bë gabimin i cili ka ndodhur, me akuzuar ata të cilët nuk ka argument për ta se u ka shkuar mund e tyre në këtë dynja edhe në botën tjetër, kurse për këtë nuk vendosin vetëm se ligjet rregullat që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në librin e tij dhe ato që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Të gjitha ibadetet, adhurimet janë të përcaktuara sipas asaj që i ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk bëhet as i ibadet vetëm se kur plotësohen kushtet të cilat për atë ibadet, për atë adhurim i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk hyn koha namazit kur dush ti edhe kur duone, por kur i ka vendos rregullat për me hyrja ja kohë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk bëhet haxhi kur don ti edhe kur duone, edhe në cilin vend duone ose në cilin vend don ti. Por haxhi bëhet në kohën që ka përcaktuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe në vendin cilin e ka përcaktuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. As zakati nuk hipet kur dëshirojmë na, por kur plotësohen kushtet, as agjërimi nuk fillon as nuk mbaron kur dëshirojmë na, por kur plotësohen ato që i ka vendosur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse besimtarët në ibadetet e tyre, edhe në besimet e tyre, edhe në bindjet e tyre, edhe në gjykimet e tyre, edhe në jetët e tyre ecin sipas shpallës që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo sipas asaj që shejtanët u thonë miqve të vet. Wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim, ata i thonë miqve të vet, ato fjalë që thonë, pastaj ata i përhapin në për njerëz dhe i përhapin te muslimanët, pastaj muslimanët i marrin atë lajm dhe delatojnë me muslimanët e tjerë me vahin e shejtanëve. Dhe kjo ka ndodhur besimtarëve edhe në kohën e Musës alayhi salatu wassalam. Kohën e Musës alayhi salatu wassalam, pas një sprove që vetë kanë kërkuar Banu Israil, dhe sprovën kur e kërkon vetë, Allah subhanahu wa taala sprovon fuqishëm në atë. Banu Israil kanë shkuar te Musa alayhi salatu wassalam, lutë Allah subhanahu wa taala në të na bëjnë një ditë njoftë haram me punue. Çka po në nxjerr me Allah një ditë njoftë haram me punu. Ja po duhen a ditë me pushu, po në pushani në cilën duhesh ditë doni vresës. Ja Allah në ta bën me ligj, që në këtë ditë nuk bën me punu. Mos shkoni me secili sipas punëve të juve, secili sipas aktiviteteve të juve, se ndoshta dikush ka ma shumë nevojë me pushu xhumon, dikush ka ma shumë shtunën edhe sipas nevojave që keni. Ja në ta bën Allah një ligj, kërkosh çfarë ditë mos me pas drejt me punu, haram. Ama kjo e kanë nxit vet. Kur e kanë nxit vet, Allah subhanahu wa taala u ka ndaluar ditën e shtunë. Kurse çështja kryesore e punës së tyre ka qenë peshkimi. Dhe në ditën e shtunë Allah subhanahu wa taala i ka inspiruar peshqit me u larguar në thellësi. Ditëve tjera i ka inspiruar me u larguar në thellësi, ditën e shtunë që ka qenë haram,
i ka inspiruar me ardhmë në Bregdet. Pastaj kur e kanë pa, disa kanë dhënë fetva për tyre. Një fetva që ka mundësi me zonë shtapeshqe. E që të fetva nuk bën mëra kërkush për muslimanëve. Që të mashtrim nuk bën mëra kërkush për muslimanëve, për shkak se ky mashtrim nuk ka ardhur prej vahit i cili gjendet në librin e Allahut, as prej vahit i cili gjendet në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e kanë ndjek këta, kur kanë pa kufrin tina, jo pibin pishman. Ata kanë shkuar kanë ndjek Samiriun, kur kanë pa kufrin tina, e pibin pishman, por sa herë do të më ndjeki qafirat deri ta kuptoni mas 20 vjetë se e kanë trunën e ran, tana e pom këto, e pom tjetrin. Nuk ka nevojë, as nuk duhet, as nuk lejohet kërkush me ndjek përveç rregullave të cilat i ka sjellë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij, ato që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Wa ma yuti Allahu wa rasul, kushdo që i nënshtrohet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim. Këto janë ata të cilëve Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë begati min an-nabiyyin, që janë në shkollë me pejgamberët, o siddiqin, o njerëz të drejtë, o shuhada, shahidat, o salihin, o njerëz të mirë, o hasana ulaika raqiba. Dhe këta janë shoqëria më e mirë që ka më qenë ditën e Kiametit. Në ajetin tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata të cilët e kanë dhënë numrin e tyre në të gjitha drejtimet për më ngrit fjalën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yartabu, pastaj nuk kanë bërë kurfar lëshime as kompromise as ndryshime as kurrë hiç. Hatta yati amrullah, dhe këta e presin derisa të vjen urdhri i Allahut subhanahu wa taala. Atëre këto janë ata të cilët ecën në rrugën e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala për të gjithë ata të cilët e kanë logjikën e shëndosh. Duhet me i analizuar çështjet, argumentet dhe me i qitë në praktik. Më mbështet në atë që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse ndonjëherë gjatë rrugës kemi bërë gabime, duhet me u kthy, me u pendu. Pasi që të shihet ajo e cila ka qenë gabim, edhe kuptohet se nuk u vepru sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pendohuni, për shkak se Allahu subhanahu wa taala i don ata që pendohen, dhe Allahu subhanahu wa taala e ka ditë se njerëzit e ka ditë edhe din se besimtarët gjatë jetës së tyre kanë me gabu. E qëllimi kur gabon dikush me muslimanëve nuk është me myt atë, as nuk është me e ngarku atë për të mundësive, por është detyrë gjithsesi prej besimtarëve me mbrojt rrugën, sunetin, menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga çdo kush që përpjeket në të me e bëhet të sakt atë e cila nuk është të sakt, dhe me bën normale atë e cila nuk është normale, dhe me llogarit të drejtë atë të cilën librin e vet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e llogaritin të drejtë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.